Tjetër. 2 kolegët e tjera, kjo letra që është këto, nëse mundesh me marë, me lexu. Me duna me lexu? Po, të lutna. Ndoshta më mirë ti me lexu për mu. Po, nise ti, provo, më mirë i nje peshën e fjallëve. Ana papa. Ana papa. Ana ka shku papa palurën. Palurën. Mos e le me shku halën pa ty, kërkon. Hala ka shku palurën. Edhe ju vjen shumë i natë me bo me shku në pushime a dykon pa këta. Gjelozon me njerë. E gjetë nonën. E gjetë nonën. Hajde, Zana, se jam në minutat e fundit, du me mbyll me këta. Fitoria dhe e dona. Pjesa tjetër e ekipit, pjesa e pandashme e ekipit. Kishte një arsye pse s'kanë qenë në video, a? Po, kanë edhe djemët, si e kemi edhe 3, dhe këto e ka një arsye, të cilat s'kanë qenë në video, s'kanë mujtë me e kanë, për shkak të arsyeve të qëndrushme, sigurisht garant. Okej, unë me lexua? Po. Apo një siklet? Shumë siklet. Për Zanukën, zona e maleve. Jeta ka plot befasi dhe të papritura. Dhe takimi me ty, sa doj vëndshëm që ka qenë, ka rezultuar të jetë një nga eksperiencat më të bukura të 5 viteve të fundit. Nuk e kanë të gjithë fatin të njohin për sa afërmi, të jenë me ty dhe për krah teje në të mirë e në të keq. Je e fort dhe stoike. Po deklaratat të tua nga njëherë janë të forta dhe për disa mund të duken të papranueshme, por ne e dim se pas asaj gruaje të fort që shfaqet në publik, që ndron një mike e sinqert, një dorë përkrahase dhe një shpirt besnik. Ti ndihmon të tjerë të ngrihen, i mbron ata që ka nevojë dhe nuk ikën kur situatat bëhen të ndjeshme dhe të vështira për të menaxhuar. Zanuke, je krenare për veten pasi ke arritur të thyesh të gjitha tabut në një shoqëri patriarkale ku gruaja ka qenë e shtypur dhe pa të drejtë fjale. Faleminderit që ekziston, që je zëri brendshëm i grave shqiptare dhe që na kujton çdo ditë se guzimi dhe ndershmëria paguajnë çmimin e vet, por njëkohësisht hapin rrugë për ndryshim. Të duam Fitore Hajrullahu dhe Edona Hoxha. Shes, ishte edhe qa që vështirë me u përmbajt, ani pse kur vim për njerëzve... Kur vinë këto fjallë për njerëzve të dashton, sigurisht emocionet janë praneshme. Absolutisht. Edona edhe Fitoria, si sa është pjesë e familjes, se me thane ekipit dhe kolegve, po më duket shumë pak, e janë 2 vajza, 2 gra, 2 nana, të jashtëzakonshme, janë 2 zonja të vërteta, 2 punëtore të mëdha, që edhe me ta prej mëngjesit deri në mramje jemi bashk, i ndajmë të gjitha hallet të lashet bashk, punën e kemi bashk, sepse e ndajna dhe punën, jemi një të department, edhe thjesht janë 2 zemra të mëdhaja, si Emira, si Jehona, si Albrora, janë shpirtat vërtet, janë njerëzit më të sinqert që i kom taku njetë, janë njerëzit më dashtën që i kom taku njetë, njerëzit më të afërt, më të ngrohtë, se që nuk di edhe këto fjalë krejt, mi thonë nuk i di a arrin mi përshkru personalitetet e tyre. Mendoj që ndoshta njerëzit kanë më befasu, me thonë po flet për koleg, mirë po nuk janë veç koleg. Janë ma shumë se kolegë, janë pjesë e përditshmërisë e jetës, që kanë me mbet deri në fund jetës, pavarësisht a kemi me ka një ditë bashkë, as kemi me ka në bashkë, apo jeta ka me na ndarë rrugët, dhe nuk i di se ku kemi me kanë, mirë po, pa dushim që ka me ndër vitet më të mira të jetës tem, koha që e kom kalu me ta. Edhe njerë po du me përmend djemë që nuk e ndriti Fitimi edhe Fitimi, të cilët nuk pas kanë qenë pjesa se letrës asë videos që i kuptoj plotësisht. Kemi lënë diçka për intervistat e radhës, zonë. Për intervistat e radhës. Kështu që kjo është ajo që unë gjithmonë them. Më vjen shumë mirë që ky emision i sotëm ka me mbet në arkiv s'pare si një dhurat për ty, prej kolegëve dhe familjes tënde të dytë po e quj, por në të njëjtën kohë që në këtë emision të drejt për drejt i dhem rastin atyre me shprej publikisht ato që ka mendojnë edhe kush është zona karshit t'yne edhe ofër në krah për herë ashtu si sanë edhe reshtat. Unë diva shumë e vlerësume edhe unë diva shumë në siklet njëkosisht prej
qefit ndoshta me thonë, prej dëshirës madhe që ata i fash këto dhe vajzat i fash këto, edhe që më në fund po muj me ndoa me tjerë, një pjesë tjetër tjetës tam dhe disa njerëz tepër të rëndësishëm tjetës tam. Kjo është ai mesazhi që du me e thonë edhe të njerëzit e tjerë, ndoshta sa që ka mundu mu do këtë fake, ndoshta kanë me thonë që nuk është kështu, s'mundesh me kanë me kolegë, sinqerisht nuk është e vërtet. Mjafton njerëzit me i dasht, me i lështu ashtu si që janë dhe kanë mu ba familja jote, sepse nuk është njëri është qenje sociale, nuk është vetëm që është mëngjesi me ata antarët e tu të shtëpisë që i rritë dhe jeton me ta, por është ma e gjanë, është ma e madhe, është shumë e rëndësishme. Jemi pjesë e shoqënisë, jemi pjesë e vendit dhe na duhemi me i dasht, me i përkra të gjithë njerëzit e tjerë, me mundu me hek sa ma shumë urrejtjen, me mundu me hek sa ma shumë inatin dhe mërin, dhe me pas një lidhje kaq të mirë dhe kaq të hapur dhe të sinqert me njëri tjetrin, pavarësisht që ndoshta ndjen në kompani, ndoshta mundesh me pas një lloj gare për vend të punë ose pozitën ose diçka të ngjashme, po me kanë e sinqert, me kanë mbi baza të shëndosha. Ajo është me rëndësi edhe po ta kuptoj. Kam qenë vetë në institucion ku ka pas shumë rëndësi që kjo pjesë edhe për një me ka qenë familje që secili prej nesh, që komplet po ta besoj, nëse dikush nuk e beson i bjen që se ka përjetuar shumë emocionume sot dhe po ndina shumë. Mu më vjen shumë mirë që këto emocione arrita me t'i nxjerr sot, po më vjen i natë se jam në fund dhe më duhet me. Si ka nxjerr kërkush ma herët. Po shumë emocioni veçantë me pa pjesën tjetër të familjes tam kështu. Faleminderit Zan që erdhe sot dhe që ma hape zemrën në studio. Faleminderit shumë ty për ftesën, ke shumë kënaqësi, sidomos me pas edhe Lurën këtu, edhe me një emision interesant edhe të mirë. Pak na omila zdru, nuk na foli, se flet edhe ma shumë edhe ka qef me debatu. Ne emocionuemi prej kamerave dritave e lërë më Lura 2 vjeqe. Ishte shumë kënaqësi. Të te është për herë kënaqësi me ardhë, edhe në emisionin e tjera kur i ke pas, kur ke qenë, emisionit që si kom thanë kur jo, emisionit që si kom pritu kur, edhe emisionit që kom kalu te për mirë është e te, se vërtet një gazarin prezentu se jashtë zakonshme, që gjithë se cilin e bon me undje mirë. E bon me undje rahat, me undje knashme, edhe me undje tamam mësafirit dëshirum, ashtu për qefe. Faleminderit për kohën që e këndoha dhe jam shumë knaqësi me kohën mësafirit. Knaqësi që të kesha. Arbër, na falë se të vjeda minutat, po ka që emisioni bukur sa ishte, i kompenzojmë në një ditë tjetër. Miq, faleminderit edhe juve që u shoqëruat me mua, vazhdoni t'jeni me atë vend, takohemi nesër, tung tung.